Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi në emisionin Shpirtërorja mes nesh. Emision ky që i kushtohet trashëgimisë kulturore e shpirtërore. Në këtë epizod ndodhemi në xhaminë e Murat Pashës në Shkup për të mësuar më shumë për historikun e kësaj xhamie. Çfarë e karakterizon atë, cila është specifika apo tradita e kësaj xhamie. Ai i cili na shoqëron në këtë bashkëbisedim është hoxha i nderuar Amel Efendi Kurtishi, me të cilin do të flasim për të gjitha detajet. Hoxha i nderuar, ky emision i kushtohet trashëgimisë kulturore e shpirtërore, objekteve të kultit dhe historikut të tyre. Kur jemi tek xhamia e Murat Pashës, cili është historiku i kësaj xhamie? Fillimisht ju përshëndes dhe ju përuroj për këtë iniciativë. Është me të vërtet koha që të flitet për vlerat shpirtërore dhe kulturore që i ka qyteti jonë i Shkupit. Xhamia e Murat Pashës është xhami qendrore që gjendet në çarshinë e Shkupit, që është ndërtuar nga Shahi Nollu Murat Pasha në shekullin e 15. Viti sakt nuk dihet, por ajo që e karakterizon këtë xhami se është pjesë e një trashëgimie kulturore që pas vete e ka lanë perandoria osmane, dhe është xhami qendrore e cila i dedikohet në kryesisht esnafit të çarshis. Po ashtu në këtë xhami, si kurse e shohim edhe sot, shumica e kalimtarëve, vizitorëve të Shkupit edhe turistave e frekuentojnë këtë xhami për ta parë atë xhami e cila ka mbetë si një trashëgimi nga periudha e osmane. Kjo xhami gjatë historisë së saj ka pas disa rindërtime. Madje mundemi ta shohim se tash nuk është në atë stilin oriental osman që e ka pas në fillim, por në vitin 1793 ka pas zjarr në shekullin e 18, pastaj në shekullin e 19 është rindërtuar, apo është me remetu kjo xhami. Po ashtu e gjatë tërmetit vitit 1963 që ka ndodhur në Shkup, ka pasur dëmtime kjo xhami edhe përsëri është rindërtuar në vitin 1982. Kjo është sado pak disa informata lidhur me historikun e xhamisë. Sa i përket veçorive të saj, ajo që e bën të veçantë këtë xhami është diçka që është këto viteve të fundit, përveç që është xhami që e vizitojnë dhe frekuentojnë vizitorët e Shkupit dhe vizitorët e çarshisë së Shkupit, e ka namazin e teravive e falin me hatme. Çka do të thonë e falin me hatme? Do të thonë gjatë Ramazanit namazi i teravis falet me leximin e tërë Kuranit, prej fillimit deri në fund. Po ashtu prej veçorive është se para saj gjendet një shesh, i cili njihet sikur sheshi i Murat Pashës, i cili është shpeshher vend ku ndodhin evenimente të ndryshme. Po ashtu ajo që e bën të veçantë është se këtë xhami imamat janë hafëza do thonë që e njohin shumë mirë dhe mbajnë mend shumë mirë Kuranin, edhe namazin e tyre e falin si sa thash në mehatme në Ramazan, po ashtu edhe jashtë Ramazan. Në këtë xhami ka shërbyer hoxha i njohur Hafëzi Sadudin, i cili është i njohur si një prej hafëzave më të fortë në trojet ballkanike. Domethënë, nëse humben të gjitha kopjet e Kuranit, nëse është hafëz Sada i gjallë, atë do të ketë mundësi sërish ta shkruajmë Kuranin në formën e tij origjinale. E dim që xhamia e Murat Pashës është pikërisht në zemrën e çarshisë. Ka një traditë që ndjek të themi ndër vite ose ndër shekuj kjo xhami? Diçka që është e veçantë se çdo herë kur ndonjë pushtetar nga Turqia vjen, e vizitojnë këtë xhami, enkas, ndoshta shkaku ose në këtë xhami hutbeja apo ligjërata e së xhumas bëhet në gjuhën turke. Po ashtu edhe është organizuar një lloj pritje për çdo kënd që vjen nga Turqia për t'ia treguar historikun e islamit në Shkup në gjuhën turke, që fatkeqësisht ato shumica e turqëve shumë pak i njohin gjuhët tjera, edhe prandaj janë kufizuar tek gjuha e tyre turke, dhe në këtë mënyrë ato njoftojnë më mirë për historikun e kësaj xhamie. Të nderuar shikues, në këtë emision do të trajtojmë temën modeli i një besimtari në muajin e agjerimit.
Hoxhë nderuar, ndodhemi në muajin e agjerimit dhe muaji i agjerimit e dim që është një shkollë për edukimin e shpirtit dhe për të përfituar kulturë shpirtërore. Cili duhet të jetë modeli i një besimtari gjatë muajit të agjerimit? Jo rastisht i dërguari i Allahut, Muhamedi alayhis salam, në një hadith thot, Allahu më ka dërguar që ti përkryej, që ti plotësoj aspektet morale apo aspektet të karakterit të mirë tek njeriu, tek besimtarët. Në veçanti në Ramazan, kjo është një çështje e rëndësishme nëse e shikojmë nga pikpamja e asaj se në këtë muaj, gjatë agjerimit, njeriu krijon një lidhje të veçantë me Zotin e tij, me Allahun krijuesin xhalla shanu. Nga çfarë aspekti? Kur njeriu agjeron, është një ibadet realitetin dhe esencën e të cilit e din vetëm Allah. Ne mundemi të shtiremi para njerëzve, se jemi duke agjeruar, se jemi duke mbajt Ramazan si thua tek ne, por realitetin, esencën, ne në të vërtet a agjerojmë, a nuk agjerojmë, e din vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe një prej qëllimeve të agjerimit është që njeriu të arrin gradën e devotshmërisë. Devotshmëria ka shumë elemente dhe shumë aspekte. Dhe një prej elementeve të devotshmërisë është sjellja e mirë apo edukata dhe ndërtimi i një personalitetit të besimtarit i cili i respekton të tjerët. Komunikon në mënyrë më të mirë me të tjerët. Është i durueshëm, nuk ofendon, nuk bën padrejtësi, nuk është i dhunshëm, por është një besimtar të cilën, siç ka thënë Muhamedi alayhis salam, kur ta shohin të tjerët, u akujton Allahun xhela shanu. Çfarë aspekti u akujton Allahun xhela shanu? U akujton se kështu duhet me qenë një njeri me të cilin është i kënaqur krijuesi jon Allahu subhanahu wa taala. Muhamedi alayhis salam kur fol për agjerimin, na jep një udhëzim profetik se si ta të i kaloj momentin e hidhrimit apo momentin kur dikush na ofendon. Edhe thot, ati që ju ofendon apo ju bën diçka që nuk është e këndshme për juve, ati i thoni inni imruun saim, unë jam një agjerues. Do të thonë agjeruesi është ai i cili tek i cili më shumë janë theksuar ato vlera morale, etike, të sjelljes, të personalitetit, ashtu si duhet me qenë një besimtar, e cila është pjesë e qëllimit madhor, ajo është të arrihet devotshmëria. Edhe në një hadith, Muhamedi alayhis salam thot se nuk ka nevojë për agjerim ai njeri i cili nuk e frenon, nuk e ndalon vetveten nga fjalët e kota, nga ofendimet, nga mëkatet. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men lem yada qawl az-zur, kush nuk e le fjalën e kotë, wal amala bihi, dhe veprën sipas saj. Allahu nuk ka nevojë që ai njeri ta le ushqimin dhe pijen, domethënë nuk ka nevojë që të mendon se është duke agjeru sepse e ka privuar vetveten nga ushqimi dhe nga pija. Jo vetëm të stagnoj nga haja dhe pija. Jo, vetëm. Po kjo është një proces shumë se në tha më i ndërlikuar, po është një proces më i thellë dhe ka vlera sublime dhe ka qëllime të larta. Domethënë nuk është vetëm qëllimi i agjerimit që ne të ndihem të uritur apo të etur. Po qëllimi është që ne ta kuptojmë esencën se ne jemi duke kryer një obligim dhe Allahu subhanahu wa taala dhe ky obligim na bën që ne të bëhemi njerëz më të mirë, besimtar më të mirë, më të devotshëm, edhe njerëz të cilët me të vërtet, me të drejt kanë mundësit vetvetes të i thonë se unë jam përfaqësuesi i Islamit. Njerëzit shpesh e bëjnë atë gabim kur Islamin si fe e përzijejnë me sjelljen e njerëzve që vetveten e quajnë musliman. Në Islam, koncepti i besimit nuk është vetëm koncepti i bindjes së brendshme, apo i fjalëve që i themi, por është një koncept i plotësuar ku
tre elementet, edhe besimi i brendshëm, edhe shqiptimi i fjalëve të besimit, por edhe sjellja e duhur në pajtim që korespondon me atë që ti po e proklamon se duke e besuar. Edhe gjuha të cilën e përdor. Edhe gjuhën që sigurisht se gjuha është një prej begative të Zotit, të cilën shpesh herë njerëzit nuk janë të kujdesshëm ndaj saj. Ebu Bekri vetëm ta cekë edhe këtë, në një rast thot e ka kap gjuhën e tij dhe ka thonë kjo gjuhë shpesh herë shumë herë më ka vendosur në një situatë të palakmueshme. Se njeriu të ne në gjuhën shqipe thot gjuha nuk ka koc, nuk ka eshtra, por thyen eshtra, e ka përqendrim se pasojat e asaj që e themi ka mundësi me qenë shumë të rënda edhe në veçantë gjatë Ramazanit duhet me pas kujdes ndaj fjalëve që i themi dhe ndaj gjërave që dalin prej apo fjalëve dhe frazave që dalin nga goja jonë. Nga kjo kuptojmë që duhet të kemi përgjegjësi pra për peshën e fjalës. Sigurisht po. Ju përmendat profetin pra Muhamedin në paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të. E dim që te krijuesi është një pozitë e lartë, është një shembulltyr i cili ka demonstruar pra të themi shembullin më të mirë. Sot besimtarët çfarë duhet të ndjekin nga personaliteti i tij? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i dërguar i fundit. Dhe ka qenë vula e të gjithë profetëve që i ka dërguar Zoti. Dhe misioni i tij apo shpallja me të cilën ka ardhur është shpallja e fundit e cila i dedikohet të gjithë popujve, të gjithë racave, të gjithë njerëzve. Edhe atë Muhamedi në mënyrë praktike e ka shpjeguar brenda 23 viteve të shpalljes së Kuranit. 13 vite në Mekë dhe 10 vite në qytetin e Medinës. Jo rastisht Allahu kur flet për Muhamedin thotë, ju në Muhamedin në profetin tuaj e keni shembulltyrën më të mirë, që duhet ta ndiqni. E kemi shembulltyr në aspektin e adhurimit. Transmetohet se një ditë bashkëshortja e tij Aisha e ka pa të dërguarin Allahut se si falet natën. Aq shumë është falë sa që janë njëtur këmbët e tij, edhe e ka mëshiruar gruaja e tij dhe i ka thonë pse i dërguari i Allahut, por e lodhët veten kaq shumë, kur Allahu ti ka falë të gjitha mëkatet, ti nuk ke mëkat. Çfarë thot Muhamedi e fela e kunu abden shakura. Pse të mos jam një rob falënderues. Miljohes dhe falënderues ndaj Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është shembull i njerëzimit në aspektin e besimit. Domethënë çdo gjë që e ka thonë, e ka pas për qëllim që besimi, bindja bindja në Allahun që është në gjitha çështjet që duhet t'i beson një musliman, një besimtar musliman, ka qenë shembulltyr i personalitetit i cili është i paluhatshëm në parimet e vetë. Unë këtu do përmendi një rast ku njerëzit mendonin se ka mundësi për hatër apo për ndonjë afërsi që e ka me ndonjë person, Muhamedi ta ndryshon ndonjë çështje të fesë, por ajo nuk ka ndodhur. Ju dini se duke qenë në Mekë, paria e Mekës kanë ardhur i dërguari i Allahut. Kanë ardhur realisht tek xhaxhai i tij Ebu Talibi, i cili është kujdesur për ta. Dhe i kanë thënë, ja bëjmë një ofertë nipit tënd, që ne nëse dëshiron të bëhet mbret, do ta bëjmë mbret. Nëse dëshiron pasuri, do t'i japim pasurinë më të madhe, të jetë më i pasur në mesin tonë. Nëse dëshiron famë, e dëshiron ta martoj me gruan më të bukur, do ta martojmë. Por vetëm ai ka një kusht, që të heq dorë nga kjo thirrje në të cilën i thret njerëzit. Cila ka qenë thirrja e tij? Thirrja e tij ka qenë të besohet një Zot dhe të braktiset adhurimi i idhujve. Muhamedi në këtë moment i tregon. E thot, nëse më vendosin diellin në dorën e djathtë dhe hënën në dorën e majt, nuk do të heqi dorë nga kjo në të cilën
jam, apo në këtë besim në të cilin jam dhe në këtë mision me të cilin më ka ngarkuar Allahu Gjeleshanu. Po ashtu edhe një rast tjetër, kur ata i bëjnë ofertë që një vjet, gjatë një viti, të adhurojnë Zotin e Muhamedit a.s. si e quajnë ata, ndërsa gjatë një viti, Muhamedi a.s. t'i adhuron idhujt e tyre. Dhe këtë e refuzon. Edhe thot, Allah e ka shpall një sure kur i thot, unë nuk e adhuroj atë që ju e adhuroni, e as ju që do të adhuroni ndonjëherë atë që unë e adhuroj. Edhe aspekti tret ishte aspekti moral, aspekti i sjelljes, aspekti i cili ishte shumë i dalluar në personalitetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Modestia e tij, respekti ndaj çdo kujt, ndaj fëmijëve, mëshira ndaj fëmijëve, edhe angazhimi çdo ditë që me qenë pjesë e jetës shoqërore. Neve ndoshta duket e pa kuptim, po është një transmetim që transmetohet prej shokëve të Muhamedit. Asnjëherë nuk ka munguar nga jeta e përditshme i dërguari i Allahut. Sot ne për shembull, në veçantë në ato vende, nuk e shohin kryetarin e shtetit ndoshta me muaj, me vite, ose është shumë, ta themi me gjuhën bashkore, out nga ajo që ndodh në shtetin e tij. Ndërsa Muhamedi sa çdo ditë ka qenë i pranishëm në xhaminë e tij dhe është marrë me hallet, me problemet, me dertet e popullit të tij dhe aty ka shpreh modestinë më të madhe. Sa që kur thuhet, kur kanë ardhur disa njerëz në Medinë, thotë nuk e kemi dalluar se kush është Muhamedi, nuk ka pas ndonjë gjë me të cilën është dalluar nga populli në përgjithësi. Edhe vetëm këtë desha me thonë, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, këtë desha me potencion në fillim, nuk ka lanë, do të thonë, ka thonë, njerëzit që do të jenë më afër pranë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit, janë ata të cilët kanë moralin më të mirë. Cili duhet të jetë, të themi, raporti i një besimtari për të krijuar, të themi, modelin më të mirë në muajin e agjerimit, me familjen, me shokun, me fëmijën, me rrethën? Njeriu e zhvillon jetën e tij brenda këtyre rrethave. Është në gjinin familjar, është në punë, është në mahallën ku jeton, ose në vendbanimin ku jeton, edhe me njerëzit që i takon në vende publike. Në krejt këto, besimtari gjatë Ramazanit duhet të jetë model i një personaliteti të duhur, ashtu si duhet ne ta prezantojmë apo ta shfaqim islamin sikur një botkuptim, një ide, një besim të cilën ne e kemi pranuar dhe mundohemi ta aplikojmë në jetën tonë të përditshme. Në familje duhet me qenë i butë, i drejtë, i sjellshëm, në veçantë gjatë Ramazanit. Kjo nuk do me thonë se jashtë Ramazanit ne duhet t'i kthehemi veseve apo gjërave që nuk janë. Muaji është më i theksuar. Po. Është më i theksuar sepse ne jemi në një gjendje ku jemi në vëzhgimin, jemi të vetëdijshëm për vëzhgimin dhe mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala. Do të thotë fjala vëzhgim është mbikëqyrja e Allahut xhaleshano është më e theksuar. Edhe nëse ti je në një ibadet, me siguri se nuk na ka hije që ne gjatë atij ibadetit të bëjmë vepra apo veprime të cilat nuk janë të mira, të cilat me ashpër ndaj bashkëshortes, ndaj fëmijëve apo diçka e ngjashme. Po ashtu edhe kur të shkojmë në punë, në vendin e punës, ne nuk duhet me thonë se lëneni këtë person se sot është agjerues edhe mos t'i afrohemi askush. Të ne ekziston ajo thënia e famshme të cilën unë asesi nuk e pranoj, e ka zonë Ramazanit. E ka zonë Ramazanit, do më thonë prej ti pritet çka s'mos. Pa disa ditë bisedoja me disa të ri, thonin ato që kanë probleme me sheqerin, që kanë diabetin, janë shumë problematik në Ramazan, prandaj duhet të qëndrojmë shumë qetë ndaj tyre, dhe mos t'i provokojmë. Po është edhe këto është edhe vendet publike, vendet ku takojmë me njerëz në xhami është kjo që shfaqet. Do më thonë, besimtari në Ramazan duhet të vazhdon atë sjelljen e tij të mirë, e cila është detyrë e tij edhe para Ramazanit edhe pas Ramazanit, sepse nëse vetëm në Ramazan jemi me këtë model të sjelljes, atëre bëhemi sikur se thonë disa dietar adhurues të Ramazanit, jo adhurues të Zotit. Hoxhë nderor, unë të falenderoj shumë që ju ishit pjesë e këtij emisioni dhe gjetët kohë për të ardhur dhe për të folur mbi këtë temë.
Edhe unë ju falenderoj shumë dhe ju përgëzoj për këtë emision dhe në ndonjë rast tjetër përsëri shihemi. Me shumë kënaqësi, faleminderit. Të nderuar shikues, këtu jemi në fund të këtij epizodi dhe këtij bashkëbisedimi. Ju falenderoj shumë për vëmendjen deri në emisionin e ardhshëm. Mirupafshim.